Horoskopi ditor e enjte 17 prill 2025. Dashi. Ditë përgjithsisht e qetë kjo e sotme për të dashuruarit. Duhet thënë se do jepni më shumë rëndësi komunikimit dhe do i zgjidhni disa zënka të vogla që keni pasur. Beqarët nuk do kenë fat dhe do ju rëndoj shumë vetmia. Financat duhen menaxhuar me shumë kujdes dhe maturi. Mërkuri do ju gjendet pranë në çdo moment dhe nuk do ju lërë të shpenzoni pa u menduar. Demi. Sektori i dashurisë në çift do shkojë më së miri gjatë kësaj dite. Përgatitni një darkë romantike me qirinj dhe muzikën tuaj të preferuar, nëse doni që ty duket vetja si në ëndër. Marrëdhënia e beqarëve me personat e seksit tjetër nuk do jetë mirë, edhe sot do qëndroni vetëm. Në planin financiar do kryeni investime dhe situata do jetë e qëndrueshme. Pinjakët. Dita e sotme nuk do jetë e favorshme për jetën sentimentale të çifteve. Ka rrezik që disa edhe ta tradhtojnë atë që kanë në krah dhe më pas t'i japin fund lidhjes që kanë krijuar. Kujdes, mos u ndikoni nga emocionet e momentit. Beqarët edhe pse do kërkojnë shumë, nuk do gjejnë personin që ju përshtatet më shumë. Financat nuk do jenë të këqija, përfitoni. Nga porja. Neptuni do ndikojë më së shumti sot në jetën tuaj në çift dhe do kaloni një ditë mjaft delikate. Mos kërkoni të impononi mendimin tuaj për gjithçka, sepse do përballeni me probleme të mëdha. Nëse jeni ende vetëm, edhe sot do keni të vështirë ta gjeni atë që kërkoni. Në planin financiar do bëni çmos ta mbroni sa më shumë buxhetin. Do ja dilni në bankë. Luani. Jo vetëm që dita e sotme do jetë shumë e bukur për të dashuruarit, por dhe pasioni do jetë i zjarrt. Pas një periudhe të qetë, do ripërjetoni emocione pa mbarim. Beqarët do kalojnë një ditë të zakonshme dhe sërish nuk do e gjejnë personin e ëndrave. Nëse ju dalin probleme në planin financiar, nuk duhet të alarmoheni, por duhet të zgjidhni gjithçka me kujdes. Virgjeresha. Diskutoni hapur me partnerin tuaj sot për të gjitha problemet që keni pasur në çift. Me qetësi dhe maturi do zgjidhni gjithçka dhe do jeni më optimist për të ardhmen. Beqarët do kenë disa takime, por fal tyre mund të lindin vetëm dashuri kalimtare. Planetët do jenë në anën tuaj në planin financiar dhe do ju ndihmojnë ta stabilizoni situatën. Shfrytëzojeni këtë mundësi. Peshorja. Kur bëhet fjalë për ta mbrojtur dashurinë tuaj dhe atë që keni në krah, ju jeni mjaft luftarak dhe nuk toleroni as pak. Sot do e tregoni këtë gjë. Beqarët do ndikohen mjaft nga hëna dhe nuk do kenë as pak dëshirë për të bërë njohje të reja. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me probleme serioze. Merrni masa sa më shpejt dhe mos i besoni askujt. Akrepi. Ata që kanë pasur zënka me partnerin kohët e fundit do pajtohen gjatë kësaj dite dhe në mbrëmje do kalojnë momente më të bukura. Yjet do jenë gjatë gjithkohës në anën tuaj. Beqarët nuk duhet t'ju besojnë të gjithë atyre që do i ngacmojnë sot sepse do lëndohen. Në punë nuk ka ardhur ende koha të merrni vendime të rëndësishme apo të nënshkruani kontrata. Shigjetari. Të shumë do jenë yjet që do krijojnë turbullire në jetën në çift gjatë kësaj dite. Lidhjes suaj do i mungojë qëndrueshmëria dhe do keni probleme të mëdha.
Beqarët do kenë pak mundësi të takojnë personat e duhur, megjithatë nuk duhet ta humbin shpresën deri në minutën e fundit. Në planin financiar ka ardhur koha të ndiqni një strategji strikte. Britsjapi. Fal influencës shumë të madhe të Plutonit, jeta në çift as për ju nuk do jetë e qetë. Do keni ide të ndryshme me partnerin dhe disa mund të shkojnë deri atje sa ta tradhtojnë atë që kanë në krah. Kujdes, beqarët do t'i marrin gjërat si t'u vinë, pa kërkuar asgjë me ngulm. Ka mundësi që buxheti juaj të fillojë të përmirësohet që sot. Përfitoni për të hequr disa para manjan. Ujori. Sektori i dashurisë do vazhdojë të jetë i mbrojtur nga yjet gjatë kësaj dite. Do flisni hapur për gjithçka me partnerin dhe nuk do keni asnjë kontradikt. Për beqarët do ketë takime premtuese, të cilat nuk duhen humbur në asnjë mënyrë. Në planin financiar do keni disa tronditje të vogla, por probleme të mëdha nuk do ketë. Shpenzimet duhet i paksoni. Peshqit. Nëse kohët e fundit jeni përballur me një situatë të vështirë në çift, sot do i shikoni gjërat më me qartësi. Situata do fillojë të stabilizohet pak nga pak. Beqarët do flirtojnë pa pushim, por do kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Shfrytëzojeni nëse ju pëlqejnë ose prisni ende për një lidhje serioze. Në planin financiar do dini mirë çfarë hapësh të hidhni, që situata të mos përkeqësohet.